Ne vim sot këtu dhe vim në mbështetje të djalit tuaj, të kandidatit të koalicionit PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, avokatit Romario Meminaj, të bindur që përpara banorëve të zonës ne sillim një kandidaturë dinjitoze, ne sillim një djalë të ri me integritet të lartë, me një formim të admirueshëm profesional, sillim një demokrat, sillim një bir të zonës. Ne jemi krenar dhe ne jemi besim plot se krahas programit që kemi, mbështetemi edhe te vlerat e kandidatit. Damka me zez edhe akuza me rënd për këtë qeveri, që në këto 12 vite janë 1.100.000 shqiptar të larguar. Tashmë ne kemi kaluar në një shpopullim masiv. Ky shpopullim është i frikshëm. Këto janë zona, janë fshatra të bekuara. Ne deklarojmë një program të 100 ditëve. Programi që ne cilin do ta realizojmë pas një diskutim dhe duke ju thënë këtë program që ne një herazi kemi nënshkruar kontratën e parë me ju. Ne jemi në zona të bollshme, në zona me pasuri të mëdha, që kemi problem furnizimin me ujë, kemi problem furnizimin me energji elektrike, kemi pa zgjidhur akoma çështjen e pronësisë së tokës. Ne si Parti Demokratike, si koalicion, e kemi përnder që Romario pranoj të ishte kandidati ynë, për vetë vlerat që mbart, për formimin profesional, për integritetin moral, për gjitha të punë, gjitha të kontribut që ai ka dhënë për rrethin e Vlorës. Dhe ju si zonë duhet ta suportoni deri në fund se Romario të bën një karrierë të pastër, të drejtë, të ndershme për të përfaqësuar popullin e zonës në kuvendin e Shqipërisë. Të ndihmojmë njëri tjetrin, pasi unë do jem zëri juaj, kështu që do ju kërkoj të bëhemi të gjithë bashkë në 11 maj, të votojmë Partinë Demokratike, të votojmë numri 1. Të dalim të gjithë nga shtëpia në datë 11 maj, të bëjmë detyrën qytetare, patriotike, pjesëmarrja sa më e madhe në këto zgjedhje, sepse një herë në 4 vjet qytetarët kanë të drejtën që të dëgjohen, një herë në 4 vjet zëri i tyre ka rëndësi. Këtë herë është hera e mirë që të shpëtojmë një herë për gjithmonë nga një qeveri e këtij tipi, nga një qeveri autokratike.